Leximi nga Apostulli i ditës. Letra e parë drejtuar Korinthianëve, kapitulli 1, vargjet 18-24. Sepse fjala e kryqit për ata që humbasin është marrëzi, po për ne që shpëtojmë është fuqi perëndie, sepse është shkruar: do të humbas diturinë e të diturve dhe do të hedh tej zgjuarsinë e të mençurve. Ku është i dituri? Ku është shkruesi? Ku është kërkuesi i kësaj jete? A nuk marrosi Perëndia diturinë e kësaj jete? Sepse pasi në diturinë e Perëndis bota nuk e njohu Perëndin me anë të diturisë, i pëlqeu Perëndis me marrëzinë e predikimit të shpëtojë ata që besojnë. Sepse edhe judejnë kërkojnë shenjë, edhe grekët kërkojnë dituri. Po ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, i cili për judejnë është skandal dhe për grekët marrëzi, po për ata që janë thirrur, judejnë e grek, Krishti është fuqi perëndie dhe dituri perëndie. Leximi nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 19, vargjet 6-11, 13-20, 25-28 dhe 30-35. Kur e pan atë, kur e priftërin dhe shërbëtorët bërtitën duke thënë: kryqëzoje, kryqëzoje. Pilati u thot atyre: merreni ju atë dhe kryqëzojeni, sepse unë nuk gjej faj tek ai. Judejt ju përgjigjen: ne kemi ligj, dhe sipas ligjit ton, ky duhet të vdes, sepse e bëri veten e tij bir të Perëndis. Pilati pra kur dëgjoi këtë fjalë u friksua më tepër, edhe përsëri hyri në pretori dhe i thot Jesuit: nga je ti? Po Jesui nuk i dha përgjigje. Pilati pra i thot: mua nuk më flet? Nuk e di ti se unë kam pushtetet të kryqëzoj dhe kam pushtetet të lëshoj? Jesui u përgjigj: nuk do të kisha asnjë pushtet kundër meje, po të mos ishte dhënë prej së larti, prandaj ai që më jep në duart e tua ka faj më të madh. Pilati pra kur dëgjoi këtë fjalë, solli jashtë Jesuin dhe ndenjë mbi fronin e gjyqit që quhet Gurshtruar dhe hebraisht Gabata. Edhe si ishte pragu i Pashkës dhe afërsisht ora e 6, u thot judejve: jam mbreti juaj. Por ata bërtitën: ngrije, ngrije, kryqëzoje. Pilati u thot atyre: mbretin tuaj të kryqëzoj? Kur e priftërin të përgjigjen: s'kemi tjetër mbret vetë Cezarit. Atëherë u adërzoi atyre që të kryqëzohet. Edhe ata morën Jesuin dhe e çuan. Edhe Jesui duke mbajtur kryqin e tij doli në vendin që quhet vendi i Kafkës, që hebraisht quhet Golgotha. Atje e kryqëzuan atë dhe 2 të tjerë bashkë me to, andej e këndej dhe Jesui në mes. Pilati shkroi dhe një titull dhe e vuri mbi kryq dhe ishte shkruar: Jesu Nazaretasi, mbreti i judejve. Edhe këtë titull e kënduan shumë prej judejve, sepse ishte shkruar hebraisht, greqisht dhe latinisht. Edhe pranë kryqit të Jesuit ishte duke ndenjur Ema dhe motra e sëmës së tij, Maria, gruaja e Klopait, dhe Maria Magdalena. Jesui pra kur pa të ëmën dhe nxënësin që donte duke ndenjur pranë, i thot së ëmës: grua, ja y 2 birë. Pastaj i thot nxënësit: ja jo tëm. Edhe nxënësi që atëherë e mori në shtëpinë e tij. Pas kësaj Jesui, duke ditur se tani mbaruan të gjitha që të përmbushet shkrimi, thot: kametje. Jesui pra kur mori uthullën tha: mbaroi, edhe uli kryet dhe dha shpirt. Judejnë pra për të mos mbetur trupat mbi kryq për ditën e shtunë, sepse ishte e premte, pasi ajo ditë e shtunë ishte e madhe, ju lutën Pilati të thyen kërcinë të këmbëve dhe të ngrihen andej. Erdhën pra ushtarët dhe thyen kërcinë të parit dhe të atij tjetri që u kryqëzua bashkë me to. Po kur erdhën tek Jesui dhe e panë se tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcinë. Por një nga ushtarët e shpoi brinjën me shtizë, dhe menjëherë doli gjak dhe ujë. Edhe ai që pa dëshmoi, dhe dëshmia e tij është e vërtetë, dhe ai e di se thot vërtetën, që të besoni ju.